Ndonë se një kohë ju keni qenë kryetar e unë shumë përkrahas si juj. E nisa unë, por në këtë emision nuk ka moderator apo bëhet qeveria. Ka kontribu lëvizja e vendosje përfshi mu. Thonë, a nuk është që kjo arsyeja pse s'po bëhet qeveria? A nuk janë tenderat një burimor, a nuk janë sanksionet të një hatërmbetje, hajvan apo nuk i hajvan. Për një program, për një koncept, për një elektorat, kur të merë pushtetin smush me zbatu kur gjë që a ke përndu. Pari e prova një pari, aty pajtona plëtësir. Mja leju dhe njëherë këtina me bo qeverin. Qysh do? Me arnime, pa arnime. Nuk po them që Kurti nuk mund me ndryshu. Kurti mund me ndryshu për Ja, tjetë. që kjo. Po deri Kjo tash. është për të kesë ndryshon. Edhe si Ashim ata fasi vjetër, nuk është, e as katër nuk veseli nuk situata është. një. Këtë radhë, ata që kanë votu për PDK, LDK, AK, nisma ashtu me radhë, kanë votu edhe për me rëzuat. Si një lloj kushti për mos u përfshi fare në qeverisje. Të gjithë ish dashur me u marrë si tash më shumë me LDK-n, unë personalisht mendoj që duhet jetë zoti Hamza, zoti Haradinaj, as kushte nuk ka. Na e dim çka dosh me bë me zhblloku marrëdhëniet me BE. Na e dim çka dosh me bë për mi përmirësu marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që kushdo që ja jep dorën këtij njeriu me qenë pushtet është më i keq se ai. Nuk mundet dikush në vazhdimsi me votu një parti politike dhe ajo mos me bë kurrë. Këj kanë thonë një jo të fortë, apo jo? Domethënë, LDK aty ka thonë që unë kam programin më të mirë për me zhvillu Kosovën. Tash po thotë, e jo s'po ta. Morë pse po tutesh? Pse? Pse pitutën Albinit në pushtet dhe pitutën Albinit në vëzit. Marrveshjen me Serbinë, që na ka metë si gogol. Ka rrezik me u bë Palestinë e dytë. Na për unë zoti Pacolli që atë njëjë nga Kenia, siç thotë për ndryshe kem tu harruar ndërkombëtarisht, apo se tek e fundit shtetin nuk e bën njerëve më koni lirë brenda. Po më konë edhe i pranum jashtë. Urime gjithë qytetarëve që është trajtuar rryma. E ka monopolizu tregun e rrymës, edhe tash lumë me çmimin. Për shembull zoti Konjuca para ca ditë përmendi tha që nëse nuk kemi kuvend që voton qeveria atë pas s'ka nevojë as kuvendi, më thonë që ti kur si ke numrat të shon rrugë. Çan më rrugë dikush që ka ardhur me dhunë pushtet. Çështje ligjore kushtetuese e cila e pengon në fakt konstituimin e kuvendit me 15 prill. Për shembull ministrat përfshi zotin Kurti, mujnë mos me dhon betimin. Kush do të më dhon përgjegjësi, po kthehesh prapë? Me rrëzu zotin Kurti, pra me hjek këtë qeverisje. Than po shantazhohen deputet nga lista sërbe. Duhej me u marrë me këta njerëz që janë viktime shantazh. Prokuroria, policia, AKI-ja i mbledh informatat edhe kryen këtë punë. Se në lëvizjen e vendosjes për një kohë goxha gjatë ka qenë një farë atmosfere e tillë që ambicia e madhe për pushtet tu ka gjyku. Mirëmbrëma miq. Sonte për herë të parë po nisim një emision me kolegun shumë vjeçar, me mikun Visari Meri, i cili quhet VV Show. VV Show ngjan goxha me logon e vetëvendosjes, por nuk lidhet me ata, sepse as Visari as unë nuk jemi në vetëvendosje, bile na identifikojnë shumë si anti-VV. Ndonë se një kohë ju keni qenë kryetar e unë shumë përkrahas si juj, po megjithatë ata kanë ndryshu, ne s'kemi ndryshu, ne jemi ata në vazhdimsi që kemi pas këto qëndrime. Përjashtimisht juve, natyrisht se keni pas dhe tjera si politikan. Me këtë emision do të përpiqemi të diskutojmë disa tema që shpesh herë nuk diskutohen në emisione tjera, por natyrisht do të mund të ikim edhe aktualitetit politik, zhvillimeve sociale në përgjithësi. Megjithatë, ne do të provojmë të diskutojmë si gjithmonë bashk për çështje të ndryshme. E nisa unë, por në këtë emision nuk ka moderator, nuk ka udhëhec, jemi bashk autor, jemi dy njerëz me përvojë të gjatë, të cilët po përpiqen të prodhojnë diçka të mirë, mbase që nuk është prodhuar deri tash në mediat tona. Para se me ardhë këtu në furr, mbani pyetje njeni, që është pyetja më e zakonshme, besoj edhe për ju e Visar, apo bëhet qeveria? Apo bëhet qeveria, se kemi met në një situatë kur për herë të parë nuk dihet apo bëhet qeveria jo. Qysh kemi mri deri në këtë pikë, Visar? Po, tash, mendoj që s'pari për me kalu të tema qeverisë është mirë me tentu edhe me kuptu pak që të mentalitetin e diskutimit publik, i cili është ndërtu jo tash së voni, po për gjatë disa viteve, në të cilin mendoj që ka kontribu lëvizja e vendosje përfshi mu.
kur kam qenë aty, e që ka qenë kontribut edhe i keq. Pra në njërë anë, mendoj që lëvizja vendosje ka një kontribut pozitiv në një shpërfaqje në një qasje tjetër ka shi zhvillime politike. Po në anën tjetër Ma shumë dëmë se sa dobi. A diko dëmi maj madhë. Dëmi maj madhë është në dy aspekte që jo në isha tash, që si kom pa atëherë. E para është që me gjithatë të qëndrimi politik, koncepti politik i vetëvendosje ka qenë i bazum në një farë iluzioni, i cili qartazi është i paarritshëm dhe po shihet që është i paarritshëm qeverisje, dhe dyta është që qasja edhe metodologjia e diskutimit ka qenë shumë autoritariste dhe totalizuese. Por çka po aplikohet tash në qeverisje? Prandaj e ngrita këtë çështje për me përmend një gjë që mendoj unë është edhe vlera e misionit tonë dhe misioneve tjera. Mendoj që Kosova ka nevojë me pas një qasje shumë më liberale në këndvështrimet. Pra, unë edhe ti kemi qenë kolegë në Debat Plus, jo gjithherë jemi pajtu, po gjithherë kemi respektu mendimin e tjetrit edhe kur jemi pajtu, dhe mendoj që kjo duhet më bëhet normë shoqërore, se po su bëhet që kjo normë shoqërore s'mund të flasim për demokraci. Po si mund bëhet, mendoj që kjo nuk mund të bëhet derisa ka dhënë rezultat për një subjekt politik, për një lider si Albin Kurti, i cili me dhunë dhe agresivitet është rritë. Dhe tash si nuk mendoj që mund të ndryshoj dikush metodologji dhe të na bëhet neve një fari Ibrahim Rugove këtu, apo një pacifist, kur dihet që rritjen ai e ka të bazuar në dhunë, edhe në dhunën verbale, edhe në dhunën fizike, edhe në gjithçka. Mos duket, ndoshta duket ai keq me ndryshu. Dakord, vetëm se tash për me ardhur tema me cilën e filluam këtë emision, domethënë, a nuk është që kjo arsyeja pse s'po bëhet qeveria? Pra nuk është që kjo qasje e Albin Kurti që ka bërë të padëshirueshëm për këtë partner tjerë. S'po duket që është krejt i padëshirueshëm. Për shembull në raport me LDK-n bëri përshtypje shumë deklarata e deputetit Anton Çuni, i cili tha le të na kërkoj falje fillimisht që na quajti hajvan, s'di pse duhet mi kërku falje, dhe na mund ta shqyrtojmë vendimin për me bisedu. Kjo mu dok pak nonsens në kuptimin që a nuk është dëmi që i ka shkaktuar Albin Kurti vendit, a nuk janë tenderat një burimor, a nuk janë sankcionet, a nuk është prishja e raportit me Amerikën, po reduktohet të një hatërmbetje, hajvan apo nuk i hajvan. Po, edhe pse tash kjo mund të ketë dy kuptime, s'pari unë mendoj që edhe polarizimi shoqëror që shkakton zoti Kurti është dëm që shkaktohet i vendi. Dakord jam me ty që po thu që partitë politike megjithatë nuk i shkon desht me e kundru politikën nga perspektiva krejtësisht personale dhe hatërmbetjes, sepse partitë politike nuk ekzistojnë për vete, ato ekzistojnë për një program, për një koncept, për një elektorat e kështu me radhë. Në këtë drejtim, domethënë dëmi që shkaktohet vendit përfshi polarizimi shoqëror, i cili pastaj shpërfaqet përmes fjalëve si hajvanat e mytjes mizave, ku ta diun çfarë bëj Kurti gjatë. Sa ose kjo është shpërfaqje e polarizimit shoqëror, por nuk ka problemi vet, është simptoma atij problemi. Unë mendoj që problemi është polarizimi shoqëror. Por megjithatë, qeveria sot nuk po krijohet duke pas një parti e cila i ka 48 deputet, unë mendoj edhe për shkak të këtij polarizimit të cilën kanë nxit vetë. Dhe në këtë drejtim, mendoj që kjo duhet me qenë mësim për të gjithë ata që e kanë ndërmend me u përfshim politik ose ata që janë aktualisht politik, që ti mundesh me arrit një kulm të popularitetit përmes një gjuhe të tillë populiste. Po i ki dy probleme pastaj madhore. Një, kur të merr pushtetin s'mush me zbatu kur gjë që ke premtu, dhe tolerancë, sepse ke premtuar gjëra që nuk janë të zbatueshme, ose i ke stërthjeshtu problemet shoqërore, fenomenet shoqërore politike, dhe e dyta pastaj është që ti krijon armiq gjithandaj. Problemi më i madh me si ballafaqohet Kosova sot jashta vështirësive ekonomike dhe sociale, unë mendoj që jemi armiqësuar me këtë botë. Apo jo. Dhe tash, mendoj që kjo duhet me qenë në spikon të partive që kanë qenë në opozitë deri dje. Ato që mund ta bëjnë qeverisë sot, cili kishte me qenë ndryshimi thelbësor i qeverisë në raport me politikën e jashtme gjithnjë vetëm. Pra në këtë drejtim konsideroj që shanca është rezultati zgjedhor e ka prodhu mundësinë për partitë politike që ta bëjnë qeverinë. Demokratike është kur ti krijosh shumicën e deputetëve në kuvend. Ka thënë edhe zoti Kurti para shumë vjetësh. Absolutisht. Dhe kjo nuk ndodh vetëm na, ka ndodhur në Austri, ka ndodhur shumë vende. Për shembull ka ndodhur Suedi sa herë kështu me radhë. Jo domosdoshmërisht nëse ke dalë ti i pari e krijon qeverinë. Nëse kush do me bëj koalicion me ty, demokracia do ta kërkonte në situatën që jemi. Ktu është që po, dakord, i pari e provon i pari, aty pajtona plotësisht.
dhe pastaj nëse të shtoni pari, Po s'pja më hënë kërkush këtë të drejtë kushtetuse. mirë po, sjellja demokratike që pritet prej të parit është që kur e sheh që nuk i ka numrat për qeveri, mos me tentu me e bo ata me zër dhe ose me zvarit e bloku procesin. Që kjo sjellja demokratike. Në të drejtim mendoj që po të shkonim sipas procedurave demokratike, rasti për një qeveri nga një i mandatuar i dytë do të vinte shumë shpejt. Por nuk është se kemi shumë kohë. Dhe ne prandaj nuk e kuptoj pse ka kaq shumë zvarritje dhe ngurim në tentim arritjen të një marrëveshje të partive politike. Mu po mdo këtë pak që partit opozitare, përkatësisht LDK-ja, opozit e deri tashme po flasë, tash të gjitha në një garë, kush po e bën qeverin, po dëshiron zotit Kurti me ja leju edhe një mandat, të pak të nderi të presidenti, mënyrë që të ballafaqohet me problemet që ka krijuar vetë, që në fakt është goxha legjitime kështu, e ka kriju asociacionin, tash duhet me zbatu, por në kuptimin politik, për çka kanë luftuar dhe kanë kërku vot, nuk është e ndershme, sepse njerëzit e kanë votuar me largu prej politikës. Edhe gjatë 4 vjetëve të vitit kaluar, unë e kam pa një tendencë të tij. Sa më shumë gabime, ky bjen. Ra në fakt. Domethënë ka psu 10% ikun humbje, por jo mjaftueshëm për me met në opozitë, me thonë si parti e dytë apo e tretë. Mja leju dhe njëherë këtina me bo qeverin, qysh do, me arnime, pa arnime, cilat janë pasojat dhe cilat janë të mirat për opozitën, a ke vrejt në këtë mënyrë? Po, tash, unë mendoj që spari pasojat për Kosovën do të kishim qenë shumë të mëdha. Nëse shambë kemi në qeveri. Po, për shembull, në raport me marrëdhënien ndërkombëtare, ne gjendja jonë do të përkeqësohej. Do të përkeqësohej jo domosdoshmërisht të rrallë vetëm nga sjellja jonë, por edhe nga qasja që kanë ndryshe partnerët tonë. Pra partnerët tonë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qeverisja dhe të BE-ja. Sepse qasja globale, dhe është dinamika e zhvillimeve globale, ka me e ndryshu edhe sjelljen që kanë shtetet ka shi vendeve sikur Kosova, rajoni, Serbia, kështu me radhë. Dhe në këtë drejtim mendoj që ne duhet jemi përgatitur. Në momentin që ti ndërkombëtarisht nuk i ki marrëdhëniet e mira siç i ka pas Kosova, atëherë kjo automatikisht përkthehet në ekonominë më tëtë. Sepse interesimi për zhvillimin ekonomik të Kosovës shkon të ro. Kosova nuk mund të zhvillu vetë, po nuk pat ndihmë nga jashtë, në formën e investimeve të huaja direkte, ose çfarë do të qoftë investime tjetër që vjen në Republikën e Kosovës. Për shembull, fondet e BE-s. Me këtë qasje na nuk kena një kur masat, me këtë qasje na nuk kena as qasje nuk kemi më ujt me bo pjesë këtij planit zhvillimor që ka BE-ja për rajonin, për planin e rritjes. E kështu me radhë, mos bëjmë edhe tjera. Dhe në këtë drejtim konsideroj që kjo ka me qenë çaj dëmi shumë i madh. Natyrisht që stagnimi ekonomik e lën Kosovën prapa, jo vetëm në raport me zhvillimin shoqëror, po edhe në raport me demografinë. Sa më pak që zhvillohesh, aq më shumë njerëz kanë me dalë këtu. Që janë të dalë në fakt. Që janë të dalë, po janë të dalë edhe për shkak të arsyeve. E treta, kur ka varfrim, ka rritje të polarizimit, edhe ka mundësi të keqpërdorimit të varfërisë së njerëzve për qëllime politike dhe populiste, që pastaj e degradon edhe procesin demokratik. Pra gjitha këto janë pasoja të cilat unë mendoj që do të na vinë nëse vazhdojmë me një qeverisje të Kurtit. Nuk po them që Kurti nuk mund me ndryshu, Kurti mund me ndryshu për të mirë. Po deri tash për të keq ndryshon. Deri tash nuk e kemi pa këtë. Ka dhënë prova. Kemi pa që ka ndryshuar për të keq. Prandaj unë nuk e kam këto, domethënë këtë rehatin ta zëm, që kisha mujt me pas para 4 vjetë, me thonë që kur vjen qeveri, e merr vesh edhe i bën gjëra ndryshe. Si ka po, faktikisht. Dhe në këtë drejtim konsideroj që është detyrë për te partijake e liderëve të partive politike sot me bo këtë qeverisje. Unë e di që ata kanë mos pajtime mes vete, mbase kanë edhe mos besim deri diku, mos pëlqime, përvoja të gabuara të kaluar, këto i marr parasysh. Mirë po mendoj që këtu nuk janë bre ata të vjetrit. Po edhe si ata të vjetrit nuk është, Kadri Veseli nuk është. Tash është situata e njëjtë. Nga që to duhet me e kuptu. Domethënë sot çaj poli, siç e përmendët edhe ju me plot drejt, kundër të cilit kanë votuar qytetarët e Albin Kurti, nuk është ashim thashë. Për para ku ashim thashë, dakord ja. Po. Apo jo? Po. Kur ku ashim thashë kryeministri, këtë parti tjera thëshin a bën me rrezuq ato. Edhe këtë që na votojnë, neve na votojnë edhe për me rrezuq ato. S'është më.
këtë radhë, ata që kanë votu për PDK, LDK, AK, nisma ashtu me radhë, kanë votu edhe për me rëdzu Albin Kurti. Në fakt, për me rëdzu ma shumë, se sa... Do me thonë. Dhe tash, në këtë drejtim, unë mendoj që këto frikrat që për ndërdu, ose këto, si me thonë kështu, sjellja në vëmendje e përvojave të skaluarës, janë edhe të egzageruara edhe të gabuara. E veçanërisht të bëhen jashtëzakonisht problematike nëse shndrohen në faktor për me pa mundësu bashkëpunimin e partive për qeverisje. Problemi është e opozita Visar që është reduktu diskutimin në postin e kryeministrit dhe këtë e ka bërë Lidhja Demokratike e Kosovës. Është reduktu, domethënë. Ata thonë që ne hymë në qeveri vetëm nëse Lumir Abdixhiku është kryeministër, që në fakt unë po e shoh si një lloj kushti për mos u përfshi fare në qeverisje. Për çka ka gabim. Ai mund të llogaritet që është i ri në moshë, është i ri në politikë, në karrierë dhe ka kohë ball që kur të vjen pushtet me ardhë me vota të mjaftueshme apo si lideri i një partisë të parë. Por ai ka obligim si lideri i një partie politike me parandalu sahat e para damet që po i shkaktohen në Kosovës. Edhe në këtë mënyrë nështë edhe ne edhe të gjithë ishtë dasht me u marrë që tash ma shumë me LDK-n, në fakt më shumë se sa me vetë Albin Kurtin. Albin Kurtin po e dim ma kush është, po e dim qysh qeveris, po e dim se qysh ka me qeveris. Tash është një njeri i cili e ka në dorë. Besoj që e ka në dorë nëse opozita e bën qeverin apo nuk e bën. Opozita e deri tashme. Dhe reduktimin në pozitën e kryeministrit po nduket shumë egoiste. Egoiste më shumë jo partijake, sa është krejtësisht egoiste personale, se njëri ka projektu veten si kryeministër i Kosovës. Në plan program s'kam problem, në qase që Albin Kurti duhet më hjek deri tash deklarativisht nuk kam problem, thjesht kanë met me vendos kush është kandidati për kryeministër. Unë personalisht mendoj që duhet jetë zoti Hamza, për shkak se ka vota ma shumë dhe ka legitimitet ma shumë. Zoti Haradinaj as kushte nuk ka qitë, as pozita s'ka kërku, thjesht për me hjek këtë njeri, ndërsa këtë diskutim që po ndodh tash, duhet me u fokusu të një presion mbi LDK-n. Po, vetëm se një gjë duhet me pas parasysh që na hala kemi një problem potencial, ajo është blokimi i procesit që mund ndodhë nga lëvizja dhe vendosin. Këtë drejtim duhet zhbllokohet me pas parasysh. Unë mendoj që zhbllokohet nëse ka marrëveshje. Natyrisht. Sepse ajo pastaj është presion shtesë për mu zhblloku procesi. Sidoqoftë për mu kërkesa që i paraqesin partitë politike, qoftë edhe kërkesa për kryeministrin. Nga secila parti politike ka legitimitet, kuptimin që për shembull secila parti politike garon për çata. Për sa kohë që është kërkesë dhe arsye për me bërë qeverisjen më të mirë, mendoj që është legjitime. Nëse është arsyetim për mos me hi, nuk është legjitim. Ta që ja thate, a është kusht për mos me hi. Se ti mundesh me qitë një kërkesë, për shembull, më ta bëj ty një kërkesë sepse po du me bashkëpunu me ty, plotso ma qitale pe krym, ose më ta bëj një kërkesë që e di që ti s'u zbaton, sepse s'po du. Edhe po du me ta lëm kilën. E mendoj që politika e kilës është gabim. Është gabim edhe për shkak të rrethonave që kemi dhe do të kishte më qenë gabim përgjithësi, sepse tek e fundit legjitimi është çeli do qëndrimi partive politike. Për shembull, mund LDK me thonë që na po dojmë ndaj të opozitë. I ka legjitimitet politik. Ka, po nuk është koha për Visar? As nuk është koha, edhe mendoj që as nuk ka legjitimitet demokratik. A e di pse? Sepse unë mendoj që secili qytetar që voton një parti politike voton me një qëllim për me shku në pushtet. Po. Pastaj nëse i krijon rrethana që ti s'mundesh, natyrisht, për shembull Tazëm kish fitu vetëvendosja 50%, as kishin fut për LDK-n, as për PDK-n, as për asnjë. Shumë bëj qeveri pik. A ka përmend ai kush dy ministrinit pse s'e bëri kush tjetër qeveri? Jo. Se di. Ose për shembull, vetëvendosja ka dalë para, e ka kryer tashmë koalicioni me njëra për partive ka bërë qeverinë në rregull. U kry kjo punë. Po mes e keni shansën me bëni qeveri. E me thonë jo që tu unë mendoj që cënohet legitimiteti demokratik dhe vota e qytetarëve. Pra kur e ki mundësinë nuk e shfrytëzon. Kur nuk e ki mundësinë të kuptojnë gjithë. Në këtë drejtim konsideroj që kjo duhet mu diskutu. Gjëja që është hala për mendimin tim më vështirë për e kuptueshme është që për shembull pse nuk e bojnë partitë politike rendin e gjërave ndryshe. Pra pse nuk ulen një herë dhe me fol për program qeveris. Edhe me thonë që ky është programi jonë qeveris. Jena dakordu të dyja palët. Për çaj program qeverisës kam i pas disa elemente
të cilat kanë me qenë natyrisht të vështira për secilin prej partive në kuptimin e kompromiseve që na e dim çfarë kanë me qenë. Na e dim çka do të më bëj me zhblloku marrëdhëniet me BE. Na e dim çka do të më bëj për mi përmirësu marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mos sillemi sikur nuk e dim. Do mendoj që edhe partitë politike e din. Tash, çdo kompromisi jo secili është i gatshëm me zbatu. Bebe. Apo jo, kemi pa që ka ngurë. Merr në vesh, për shembull, njëri për ty të më dalë thonë unë e bëj. Po lider dëshmohen në kohë absolutisht. Sepse Suedia, Danimarka si kanë këto probleme, ata po merren përveç tash që është kriza e luftës në Ukrainë, ata janë marrë me ambient, me peshk, me drejtat e kafshëve, me drejtat e komuniteteve të marginalizuar, se gjithçka ka ecë ujë, ka ecë vi. Këtu të na problemet janë çast mëdha. Sa me pas luksin ti me kushzu me një pozitë personale. Kjo është pozitë personale, se ku do t'jem unë. Unë mendoj që kjo është e dënueshme. Unë mendoj që kush do që ja jep dorën këtij njeriu me qenë pushtet, është më i keq se ai. Sepse ti pia mundson atij. Fakti që ti refuzon me u bë pjesë e një bloku, që një të keqe të madhe me hjek, me shmang, me largu, ti po i ndihmon atij me vazhdukie e keqe, dhe kjo është e dënueshme dhe duhet të dënohet. Nëse ai dënohet, ndiqet penalisht azon për afera korruptive në këto 4 vjet e ardhshme. Ti ja mundson me qenë ai në pushtet dhe vazhdon me afera korruptive, ti je bashkëpërgjegjës, sikurse ai derisa ai vazhdon me vjedhje dhe me keqpërdor. Këtë duhet më ia bë të qartë LDK-s, partive opozitare, cilat të qoftë ajo. Këtë duhet më ia bë të qartë edhe elektoratit. Mos harro se këta kanë me kërku votë sërish, ndoshta vitin e ardhshëm, ndoshta si vjet, ndoshta pas 4 vjetësh. Ne nuk e dim, po duhet mu ditë fajtori. Nuk mune dikush në vazhdimsi me votu një parti politike dhe ajo mos me bë kur gjë. Kur gjë, kjo është mos me bë kur gjë. Tash që do të thonë në gjendjen që ne jemi sot. Unë jam më ekstremist në këtë pikë. Në gjendjen që ne jemi sot, gjykuar nga deklarimet publike të partive politike. Si kemi nga deklarimet publike karshi mundësisë për bashkëpunim të azëm me vetëvendosje. Këj kanë thonë një jo të fort, apo jo? Po. Dhe nëse që kjo është situata, ja ka me pas qeveri nga këto tjerat, ja shkojmë zgjedhje, se nuk ka tjetër zgjedhje. Se nuk i ki 61 deputet ka kurti. Përveç nëse ndrana njëna për partive, a e që të rëgjohë, po flasë me ato që i kemi sot, që deklarime publike. Mirë po, adikuell një problem. Problemi është që kjo periudhë, në vend se më u shfrytzu për me paraqit mundësin e qeverisë së re, në aspektin afirmativ, pozitiv, pra do ta bëjmë këtë, kjo periudhë është mbush në farë mënyre me akuzat që kanë ardhur nga lëvizja e vendosje që i kanë, si të them kështu, kanë fillu me e qitë në hijet keqe atë qeveri halo pa lind. Po. Dhe mendoj që këtu, se që na të më thonë ti e gazetar, ma ty unë kom qenë politike, për cilë skenën politike. Na dy të dim se është e rëndësishme me fitu luftën propagandistike. Sigurisht. Para një veprimi. Imazhin me pas mirë. Po e humbe luftën propagandistike, pa di hava e bë veprimin. Se veprimet mund letë më të keq kuptu, edhe kur janë mira të keq kuptohen politik, nëse nuk din me i mbrojt. Dhe këtë drejtim konsideroj që kjo kohë ka qenë dash më shfrytzu në aspektin afirmativ, e që nuk është shfrytzu. Jo nuk e bojmë me këta, jo nuk hima ne, jo nuk bojmë kështu, dhe në këtë drejtim mendoj që është po dëmtohet një opcion i cili jo vetëm që e kishte dërgu në opozitë zotin Kurti dhe kishte hjek keq qeverisje, ti me këtë partit pajtohen që ka qenë keq qeverisje, absolutisht ma keqja në Kosovë. Të me thonë në krejt historikun e Kosovës, të e kanë thonë LDK-ja, PDK-ja, AKS, me thonë. Dhe në anën tjetër, edhe një gjë që është e rëndësishme gjithë me folë. Shancën që një pehume. A na keni thonë jo që ju qeverisni ma mirë në Kosovë. A na keni thonë që keni programi ma mirë në Kosovë. Kjo është mungesë guximi. Pse po ma huba qa. Kjo është mos me besu në vetveten. Veç kjo është problemi madh. Edhe për neve si qytetarë, pavarësisht ta ke votu për LDK-na jo. Besim. Dhe më thonë, LDK-ja ty të ka thonë që unë e kom programin ma të mirë për me zhvillu Kosovën. Tash po thotë, e ju s'po ta jap. Morë pse po tutesh? Pse? Pse pitutën Albinit pushtet dhe pitutën Albinit në opozit. Ma e keqja është pse pitutën Albinit në opozit. Albin Kurti duhet me dhonë përgjegjësi për aferat korruptive. Duhet me dhonë përgjegjësi penale, po flas. Duhet me dhonë përgjegjësi politike për dëmin që ja ka shkaktuar Kosovës dhe duhet me u koncentru që gabimet që i ka bëj me i përmirësu. Zhvillimi ekonomik, me lshu parën treg, me kriju mirëqenie, me përfundu marrëveshjen me Serbinë, që na ka metë si gogol. Sot Kosova ka rrezik me u bë Palestinë e dytë. Ta nuk janë të e ditë. Kosova është shtet i pakrym. Sot na mos ishte njohja që solli me gjet pacolli.
Kosova ndërkombëtarisht ke e mbytur. Me thonë, del një politikan, një biznesmen, një ish president i Kosovës, i cili aktualisht nuk ka asnjë funksion publik, është më i fuqishëm se sa krejt shteti i Kosovës, ta bjen një njohje për një shtet tepër të rëndësishëm siç është Kenia, një shtet që në Afrikë ka ndikim tepër të madh. Dhe krejt këto tu i di, ti me pas mungesë, mos me guxu, këtë njeri me largu, po e shoh veç te këta. Pra po them, përkatësisht e LDK-ja, e cila i ka dhe problemet e mranshme, se unë nuk e di deputet që kanë me vepru. Pa kanë me qenë gjithë për një koalicion me PDK-n a KN-nismen, apo ka aty që dojnë edhe koalicion me vetëvendosjen, apo që dojnë edhe... Sigurisht që ka, sigurisht që mund të ketë, nuk ka kur që të ketë edhe me pas të tillë. Atë ka problemi të më thonë që kur nuk ka vendim të qartë partijak. Për shembull, se LDK-ja do në zemën e ka vendimi që me vetëvendosje nuk shkojmë. Këtu nuk do të mja hu këto, e ka të vendosur. Absolutisht e kam përjashtu këto. Po kur ka vendim për shembull që do ta provojnë ç't dytën, është më vështirë pastaj për deputetët e individualë dalë kundër vendimit partijak. Po. Kur ka paqartësi, atëherë secili ka mendimin e vet. Sepse megjithatë deputetët, unë e kuptoj që deputeti është i lihen në votën e vet e kështu me radhë, po ti ke garuar për brenda një programi, ti tash nuk mundesh me dalë me komplet kundër programit tënd. Përndryshe shoh partinë krejt, domethënë të partisë. Dhe këtë drejtim konsideroj që unë megjithatë mendoj që shumë prej këtyre frikrave që i kam dëgjuar ose që sillen për diskutim, jo domosdoshmërisht nga eksponentë e LDK-s, po edhe njerëzit për rreth, janë të egzageruara edhe mendoj që janë të keq kuptuara, se po keq kuptohet situata. Unë që e lexoj, krahasuar me ata që po e shoh tek ata tjerë. Po në anën tjetër, për shembull, na kemi tazëm. Tash po shkojmë drejt muajit maj, apo jo, është gjysma aprili. Në maj është prap mbledhja e Këshillit Ministrave të Këshillit të Evropës. Aplikacioni i Kosovës që aty në tavolinë. Nuk është në agjendë, po në tavolinë është. E dim që do të më po, edhe ishim kohë pjesë e Këshillit të Evropës në maj. Kemi mujtë majin e kalum, na humbi kurti në qëtë maj. Dhe me thonë një vjetë shkaj. A ka me kush qëndre për qëtë mu? S'kom një deri tash. Apo na do këtë qashe para nëseshme Këshillit e Evropës? Në gjendje në cilën jemi? Na e pruni zoti Pacoli që atë njojë nga Kenia, se që thati për ndryshe kem të uharu ndërkombëtarisht, apo na do këtë qashe para nëseshme? Se tek e fundit shtetin nuk e bën njëri veç më koni lidh brenda, po më koni edhe i pranum jashtë. Kjo është ideja e shtetit. Ti shtetin se bën për mu izolu. Një shoqëni bëhet bashkë për me bëu shtet në mënyrë që mu bëu pjesë e botës, jo me ik pi botës. Dhe na tash e na çfarë po bëjmë me shtetin ton 4 vjet të qeverisë? Kur ti na po ikim pi botës? Jo, në momentin që edhe për procesin Berlinit, apo jo? Në momentin që u kryen zgjedhjet, dolën rezultatet, këto partitë që janë në opozit, që ishin në opozit, heshten komplet. A Kurti vazhdonte me avazin e njëjtë, me tendera një burimor, me afera korruptive, me gjithë shka. Thjesht këta unalim, pse? Shtretim të rrymës, urime gjithë qytetarëve që është trejtu rryma. E ka monopolizu trekun e rrymës, edhe tash lumë me çmimin. Do të thonë ka monopolizu blerjen me gjas të rrymës, që për cilën ka të edhe mami se unë ka rast në prokurori. Edhe tash për shembull pisha do hulumtime të raporte që kanë shpërputhje jashtëzakonisht madhe ta zëm për shembull të transportit energjisë elektrike. Çmimi i transportit energjisë elektrike për një vit është rrit me shumë fish. Dhe pse? Kjo sepse transmisioni apo hekurulla energjetike Kosovë Shqipëri është kriju një kompanie përbashkët, e cila nuk përdoret, Serbia ka bllokuar andej, dhe Kosova detyrohet nga Malizi, nga Macedonia, me tarifa shumë fish më të shtrejta, me sjell rrymë në Kosovë. 30 milion dikun llogaritet, po këtë nuk e bën Kesko Askeci, këtë e bën mafia energjetike, që unë besoj ka hise këtu, ka dorë ky pushtet. Me Martin Berishajn, me marifetet e tyne. Pse nuk përdoret kjo? Që ka na vy neve një linë mes Kosovës edhe Shqipërisë, derisa nuk kemi prodhim bollshëm as atas na. Për çka ka investu Gjermania në këtë projekt? Për çka jemi pavarësuna në fund të fundit nga Serbia? Për me pas që to linjat tona të komunikimit të transportit të energjisë. Ajo është si dekor aty, nuk funksionon. Nuk funksionon se këtu prokuroria duhet
të involvohet edhe të kryjë një hetim. Pse? Më shku me fol me ata në Shqipëri, me fol me këta këtu, pse kjo po bëhet? Këtu i ka fajet Zërreja, këtu i ka fajet Kosti, si institucione që janë të kontrollume për partisë në pushtet. Se për çdo gjë këtu për lihet faj një kompanije private. Na si qytetar na duhet me kërku përgjegjësi për autoriteteve publike. Autoritetet publike janë ato të cilat edhe e mbikëqyrin sektorin privat. Dhe nëse sektori privat ka anomali, unë kërkoj për regulator. Se regulator për çata është Zërreja. Po, është regulator. Në ligjin për Zërrejën, shkruhet që Zërreja ka përgjegjësi ndaj konsumatorëve, pra qytetarëve. Apo jo? Do të thotë ti ke obligim ekskluziv të punë edhe përgjegjësia është e jotja. Tash nëse Zërreja ka rënë në kontroll të ketë si ta ku ta diun kështu me radhë, atëherë prapë është përgjegjësi e institucioneve shtetërore pse kanë lejuar gjatë. Çfarë do të thonë është që për shembull ti keni situatë shumë interesante. E keni parti politike e cila s'flet fare për këtë punë. Përveç ministrës së deridjeshme të zhvillimit ekonomik, e cila e ka mbrojt, këta e mbrojnë në heshtje. Apo jo? Po. Edhe pastaj e njëjta parti thotë unë luftoj oligark. M'fal, hini të këtyre listën të cilat janë kompanitë më të mëdha në Kosovë. Edhe e shes që në fakt si e ty luftu oligarkët e mëdhajti. E ty luftu ata si janë me ty. Sigurisht, se këta me ta kanë kriju oligarkët e vetë. Ama që kjo du të më bëjë do bëjë dëshme se që to... Kjo është luftë. E tash, për më luftë politike personale. Për më këthy temës tonë qëndrore. Po. A nuk do duhet që to më ndalë? Moti. E qysh mujna me nalëve bit përveç se me marë për shtetin. Partitë që thojnë që na i nalëm. Pa shesh shpresën në këtë që partitë PDK, LDK-ja, AK-ja nisma me bë qeveri, edhe si mund të shkoj gjithë kjo, sepse 15 prilli erdhi. Po, tash 15 prilli do duhet të ishte data kur konstituohet kuvendi, unë fort shpresoj edhe i bëj ftesë të gjithë deputetëve që te kalojnë këtë, domethënë ta përfundojnë këtë, shpresoj që nuk futemi në një krizë institucionale, për të cilën tash më ka dhënë sheja lëvizjeve të vendosin. Shamu zoti Konjusa para ca dite përmendi tha që nëse nuk kemi kuvend që voton qeveri, atëherë pas s'ka nevojë as kuvendi më konstituohet në farë mënyre. Citoj po parafrazoj. Dhe në këtë drejtim mendoj që kjo çështje është shumë problematike, sepse prapë procedurat dhe po paralajmëron blokimaj, nëse ne si kemi numrat, na vjen kur gjë kuvendi. Kjo është në kundërshtim me ato që thashun në fillim, domethënë që ti kur si ke numrat të shndru. S'po mundesh në rregull. Le të provojnë tjerë. Nuk lëshon më rrugë dikush që ka ardhur me dhunë pushtet. Ama kur po them me dhunë, nuk po them në kuptimin e dhunshëm kështu. Po dhuna si mjet politike ka rrit këtë. Ama që ky cënim i demokracisë që i bëhet në këtë rast e institucioneve. Ky është një hap më larg interesave të Kosovës edhe për ato gjërat për cilat folëm. Për gjithë ato, pra edhe demokracia, edhe zhvillimi ekonomik, dhe marrëdhënie ndërkombëtare, të gjitha na cënohen kur ke kësi sjellje të akterëve politik në këtë rast të partisë më të madhe. Po ka një çështje ligjore kushtetuese e cila e pengon në fakt konstituimin e kuvendit me 15 prill. Dhe ajo është që partitë që nuk janë në pushtet do duhet merreshin në start me zotin Kurti dhe ministrat e tij që janë edhe deputet edhe janë në qeveri. Kushtetuta nuk e lejon një gjë të tillë, ligji për qeverinë që ka miratuar nuk e lejon një gjë të tillë. Nuk munden ata edhe deputet edhe kryeministër. Këtë duhet në start ata me diskutu. Edhe të gjitha vendimet prej ditës që zoti Kurti është betohet si deputet, të gjitha vendimet e tij mund të sfidohen në gjykatë, përfshirë gjykatën kushtetuese, se janë të paligjshme. Nuk mundet deputeti me marrë vendime ekzekutive. Cili është ai Kurti? Është kryeministër, është deputet. Dhe kjo mendoj që ky me qëllim e ka bë. Që me u bloku procesi që është në start. Këta dikush ka me diskutu këtë pjesë. Absolutisht. Dhe dikush ka me sfidu mbas edhe në gjykatë kushtetuese. Në momentin që sfidohet kjo, dihet sa kohë na merr një po, qërë tash, për shembull po dikush që e din nuk mundet me leju një gjatë e tij. Jo, absolutisht kjo është shkelje. Është shkelje. Edhe ka qenë shkelje sa aty thuhet në ligj në njërin prej neneve thuhet që në momentin e certifikimit tash do të heqë. Jo, deri te betimi. Sigurisht. Po hajde që ta zën te betimi. Tash ka mund me bëu kështu, domethënë për me i kësaj është që për shembull ministrat për zotin Kurti mund mos me dhon betimin. Në shtyp për mamon se ti ki ha fat kur e betimin, s'është thonë me dhon këtë për një herë.
edhe pse rangi do ta donte ashtu. Problemi me kam tjetër kënd, se nëse nuk kemi opcion qeveritar të pritë dera, për një mes ka asë nguti për themelimin e institucione. Presioni për themelimin e institucione shkon të urit nëse i ki qeverinë e gatshme, që po pret mu votu. Për shembull, ai shkon ndryshe këtë situata, po ta kishim një marrëveshje të 63 apo 8 për qeveri. Po. Se pastaj edhe Na jemi. Do të thotë edhe blokada kishte më pas një tjetër kuptim. Tash blokada mund më bëka pak edhe procedurale, mos më vrej. Problemi më që e kam është që kjo kohë e humbur na faturohet vetëm neve, si Kosovë dhe si qytetar. Se na një gjë nuk jem të e kuptu, po mdoket, ose kanë shpesh herë dhe po e haroj. Që pe qytëne ti quj kështu sjelljeve tona fëminore në politikë. Hujitjeve, veç na e pësojmë. Kërkuj na kjesë si jem të i po. Ose kërkon nuk jem të e, si me thonë, të e ndëshku përveç vetës. Në këtë drejtim, mendoj që duhet me pas një qasje shumë më ndryshe duke i pas parasysh interesat e Kosovës. Për shembull, gjatë fushatës në edhe i kemi dëgju dhe ja kemi lexuar programet LDK-s dhe PDK-s. Po njërë të dyja si matnoja, edhe OK-ja të shkë. A ke vrejt në i dëllim? Jo. A ka naj hap që është i pa të i galushëm që aty? Po flasë vetëm në aspektin programatik. Jo kush bëhet ministër, kësisane. S'ko flasë aty? Nuk ka asni. Absolutisht ish. Jo më rejë, 80% e kam programin e njëjtë. A pajtohemi që çfarë program kishte me qenë mirë mos patu. Rritja pagave, rritja pagave në sektorin privat, ndërtimi kapacitetit të reja energjetike, investimet në infrastrukturë, rikuperimi marrëdhënieve. Nuk kam behane. Mund të ishin më të mira, po nuk kam behane. Ore, unë po flas për situatën që jemi, sa të shqyqët ka më mirë. Edhe tash, do me thonë, që kjo shanca që po e hupni. E pse po e hupni Dikush do të më dhon përgjithësi, po kthehesh prap. Po unë s'po them, s'po them vetëm se kjo me rrëzu zotin Kurti, pra me hek këtë qeverisje, se s'është tani mos të bëjmë kështu me rrëzu zotin Kurti, po me hek këtë mentalitet qeveris, që unë mendoj që është e rëndësishme, është hapi po shumë e rëndësishëm. E dyta po që rëndësishme është shanset e humbura, të cilat mund mos më du kthy mo. Tash me që kemi këtë shans, edhe nëse humbim mendoj që s'ka më kthy mo, ose kur të kthej ka më kthy në mënyrë shumë më të keqe. Dhe këtë drejtim konsideroj që përgjegjësia është më e madhe. Tash ti mund me thonë, po veç nuk është skena politike dhe rezultati politik, bashkë që shkon pas qefone. Nuk është kur. Asë një njeri kur nuk e ka që shka pas qef. As Kurti nuk është i kënaqur me rezultatin, as Hamza nuk është i kënaqur, as Abdiziku, as Haradinaj. Dhe është normale. Ta gjithë kishin pas qef me pas ma shumë, po që kjo është rezultati. Pra që thojnë, në Amerikë thojnë nëse ki veç limona, pi limonadë. Qa dhe më tranutash me thonë, po du portokall, po s'ki portokalla. Që kjo është limon, ka pe pije. Dhe në këtë drejtim, konsideroj që sa ma shumë që zvaritet procesi, qaq ma problematike ka më uduk themelimi i qeverisë, së këtë partive që ishin të jetjen opozit, e a njësa në problematike. Qaq ma urgjente mund të bëhet që njëra për partive me shku me lëvizjeve në ndosi. Në mes të blokadës dhe ose shkurjes në zgjedhje, na e dim që ka parti politike se nuk do t'i pranën në zgjedhje, apo jo? Sigurisht. E ka deklaruar zoti Limaj këtë. Tash a mund të mendoj që është komplet legjitime kjo, jo s'është. Është. Përveç pjesës kur ja mundson vazhdimin e qeverisjes, politikisht ai don me mbi. Dakor, veç nëse këtë parti thonë na pe këshyrin vetë, na thotë mirë, do pra këshyrin vetë. Po. Apo jo? Po. Të legjitime është. Legjitime. Absolutisht. Unë jam për çdo opsion, ju s'pëbën çdo opsion. Prandaj po them, duhet me identifiku cili është bllokuesi dhe shkaktari i kësaj, edhe me të më marr. Kry me Albin Kurtin. Po dojmë ja mundsul, ne. Dakor, veç edhe një gjë me pas parasysh. Unë mendoj që çfarë, secila parti ka disa shqetësime që janë legjitime. Në të cilat do të më fol. Po mëre? Do të më fol, do të më marr parasysh. Nuk bën kështu veç me thon, atë se është problem me thonë një parti politike. Pavarësisht mos i soi, hajde ti çito. Atë se për të mirën e madhe e mos e këshyr vetë. Këtë e këshyr edhe vetën. Se cilë shqetësim duhet më adresu, disa prej tëre janë të adresushme, disa s'janë. Se s'mund është me i poti. Të më thonë, dy kryeministra s'mundojnë, pas njëni ka më konë. Për mu të e pullet merën vesh shdojnë. Po, unë e po thamë, për shembull, në praktikë, nëse e ki programin gati, dhe e she, dhe nëse duket i mirë që kjo program, vendimin për me hinë qatë qeveri, dhe diskutimin për poste, e ki pak ma të lehtë. Se e shes sa ma rëndësishme është zbatimi që ti. A nëse nuk ka absolutisht besim në zbatimin e programit, e atë kjo problem tjetër. Po, mund bëni shumë përshtypje që nuk pat reagim të partive tjera.
me keqpërdorimin që zoti Kurti po i bën në institucionet e sigurisë. Mbledhja e Këshillit të Sigurisë mu ishte skandaloze. U mblodhen për interesat e tij partijake. Thanë po shantazhohen deputet nga lista serbe. Okej, ma duhet ne. Kush për shantazhon? Cili është lloji i shantazhit? Sepse shantazhi është vepër penale. Do duhej me u marrë me këta njerëz që janë viktime shantazhit. Ta zom. Ju kanë zgjujt shumë deputete zonjës Duda Balje. Atë po, si me thonë, e kanë fut në fund që është e shantazhuar. Pse është e shantazhuar? A ka shteti informacion se pse është e shantazhuar? Se shteti duhet me mbrojt atë. Duhet me ofru siguri. Duhet me kujdes maksimalisht me thonë, zonë, ju, cila është, si me thonë, ajo pika e dopte juja që ju kanë kapë. Çka mund të bëjmë ne bashkë që ju të liroheni nga ky shantazh dhe kapen ata njerëz të arrestohen, nxjerrin para drejtësisë. Për çdo ditë arrestohen njerëz këtu për shantazh. Është vepër shumë e rëndë. Jo vetëm të dëmtohet kështu politikisht dikush dhe shteti të keqpërdoret për qëllimet e tij partijake. Qysh mbledhet Këshilli i Sigurisë për një çështje të tillë? Qysh mbledhet? Pse presidenti i Kosovës nuk reagon për këtë çështje? Pse? Sepse edhe ajo ka rol në Këshillin e Sigurisë. Absolutisht. Pse ajo nuk ishte pjesë e kësaj? Pse ajo nuk shkoi? Se zakonisht kur mlidhen edhe ajo merr pjesë. Se Këshilli i Sigurisë në kohë pasje drejton kryeministri, në gjendje të jashtëzakonshme drejton presidentja. Pse ajo nuk shkoi? Pse ajo nuk u interesu për këto institucione, se ajo ka dorë në emërimin e komandantit të ushtrisë, FSK-s, të AKI-s, me ditë, me thirr këta njerëz. Ku është problemi? Domethënë, çka kanë këta me Duda Balje? Mos është ky në fakt shantazhi që po ja bëjnë vet. Me thonë se ne dim për juve, keni me ardhur me neve ose ne. Kjo është shantazh. Ky është shantazhi, pra. Se po të ishte rruga institucionale që tha atë, ajo si shkon shantazh, ai shkon çështje sigurie. Prokuroria, policia, AKI-ja i mbledh informatat edhe kryen këtë punë. Nëse del publik, që kjo është shantazh. Po. Se ti tash pe frikson ata. Domethënë ti po thu, unë kam për shembull, po thu kam informata për juve dhe ose unë pe hoqes çat hijen e zez, që pastaj qytetarët e Republikës Kosovës juve më gjyku. E nuk ka gjë më të keqe për një demokraci sesa nëse proceset gjyqësore shndrohen në diskutim publik. Këto e bëjnë shtetet totalitare, autoritare. Bashkimit Sovjetik, Bashkimi Sovjetik. Domethënë shërbimet sekrete në këto vende çdo kanë funksionuar. Denigrimi publik spari, pastaj janë marrë masa tjera. Dhe në këtë drejtim konsideroj që ajo që ka ndodhur me këto, po edhe që ndodh kema herë edhe me pjesë caktuara të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, kështu më radh, ndaj gazetarëve kështu. I tërë diskursi që besa antikorrupsion i zotit Kurti sa ka qenë kryeministër, a nuk ka pas vetëm qëllimin politik? Shantazh. Sepse asnjë proces gjyqësor pitina nuk ka lind, apo jo? Asnjë njeri me sa e diun nga pushteti i vjetër nuk është dërguar nga Kurti për korrupsion në gjyq. Përveç se ti po shkojnë. Ti po shkojnë, po. Këtaj diskurs ka pas për qëllim shantazhin, friksilin dhe degradimin. Tonë të shikon Marvisarja? Për pare, për pushtet, për... Shumë. Sepse ke njoft personalisht edhe tash kur i she, sa tund. Që ta nuk e kanë pas shpërfaqen që ka shumë. A kanë pas në byllë apo e kanë pas një dëshirë kështu të shtrydhme derisa ju ka ardhur pushteti? Po jo, mendoj që më shumë ka qenë kështu jo e mbyllë po në kuptimin e fshehur. Se në lëvizjen e ndosim për një kohë goxha gjatë ka qenë një farë atmosferë e tillë që ambicia e madhe për pushtet tu ka gjyku. Mirë, po tash shumë njerëz e kishin pas këtë ambicie, po me qenë se kanë ditë që ka gjykim kolektiv e kanë fsheh. Dhe tash u ka. E dyta është pastaj që natyrisht institucioni pak ta ndryshon, se ta ndryshon stilin e jetesë. Për shembull, Gjoma një prej çfarë që janë sot ministra ish vetëvendosës që do këtë një që shumë do kur ka qenë. Në kuptimin e stilit veshjes, stilit flokëve, janë tillë. Dhe kjo pastaj, domethënë, ndryshimi i stilit jetës ta ndryshon edhe bot kuptimin. Fillon me ta ndryshuar bot kuptimin. Po. Nuk ka kurrë të keqe këtu. Për mua hipokrizia është e keqe. Sepse po natyrisht që njeriu ndryshon bellë nga kena ndryshuar. Edhe nuk ka kurrë të keqe me ndryshon rrethanat edhe ti ndryshon. Hipokrizia, që ti më thuan jam çaj i vjetri, akne je komplet e kundërta e tij, që kjo është për mendimin tim jashtëzakonisht problematike, se ti po do me keq përdor. Domethënë mesazhin ton politik e mos me jetu mesazhin ton politik. Sakt. Erdhën fund disa
të këtij bashkëbisedimit të parë të këtij emisioni. Javën tjetër, kismet që jemi me tema tjera, uroj që tema e ardhshme e diskutimit është dalja nga kriza, konstituimi i institucioneve dhe Albin Kurti në opozit. Edhe unë uroj. Faleminderit shumë. Shihemi javën tjetër.